Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të rrëzojë kërkesat e paraqitura nga mbrojtja e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëntrit të tij Amar Maltezi, të cilët pretendonin pavlefshmëri absolute dhe papërdorshmëri të akteve hetimore të kryera gjatë fazës paraprake të procedimit penal. Në vendimin e shpallur nga kryesuesja e seancës, gjyqtarja Elsa Udhiri theksoi se pretendimet e palës së mbrojtëse për gjyqtarin Irena Gjoka, e cila kishte marrë disa vendime gjatë hetimeve paraprake, nuk kanë bazë ligjore. Nuk është në kompetencën e kësaj gjykate për të shprehur mbi funksionimin e një magjistrateje, thuhet në vendim. Gjykata rrëzoi gjithashtu edhe kërkesën që lidhet me tejkalimin e kompetencave nga ana e prokurisë së posaçme, duke cilësuar ato si të pambështetura dhe të pabaza në ligj. Për sa i përket pretendimeve të palës së mbrojtëse mbi papërdorshmërinë e akteve të ekspertimit të kryera nga Byroja Kombëtare e Hetimit, GKK arsyetoi se në procesin e caktimit të ekspertëve nuk ka pasur asnjë shkelje nga ana e SPAK. Edhe kërkesa e pandeurit Fatmir Bektashi, i cili kërkoi shpadhjen e papërdorshme të pronave, u rrëzua nga gjykata e argumentit se nuk bën pjesë te kërkesa paraprake dhe nuk është e bazuar në ligj. Trupa gjykuese vendosi po ashtu të rrëzojë kërkesat për pavlefshmëri të masave të sigurisë, edhe ato që lidhen me sekuestrimin dhe ekspertimin e pajisjeve kompjuterike, si dhe pretendimet për tejkalim afatesh në zhvillimin e hetimeve. Me këtë vendim, gjykata e posaçme ka hapur rrugën vijimit të procesit gjyqësor ndar Berishës, Maltezit dhe të pandeurve të tjerë në dosjen e njohur si afera i privatizimit të ish kompleksit Partizani, ku akuzat lidhen me korrupsion dhe shpërdorim detyre.